10 ciklet. Kjo është arsyeja pse çdo 7 vite ndryshon kursi i jetës sonë. Çdo 7 vite të gjitha qelizat e trupit tonë rinovohen. Në fund të vitit të 7, gjithçka ndryshon tek ne, ashtu si stinët. Linja e jetës fillon me lindjen dhe mbaron me vdekjen, pas 70 vjetësh cikli është i mbyllur. Ky cikël është i ndarë në 10 pjesë. Cikli i parë, 0 deri në 7 vjet. Gjatë 7 viteve të para, fëmia përqendrohet te vetja sikur të ishte qendra e botës. E gjithë familja sillet gati për të kënaqur çdo dëshirë të tij, dhe nëse nuk e bën, fëmia bën kapriço i mbërthyer prej zemrimit. Në 7 vitet e para, fëmia është një egoist i përsosur, ai jeton plotësisht i kënaqur me veten, nuk ka nevojë për ndonjë gjë tjetër, ndjehet i plotësuar. Cikli i dytë, 7 deri në 14 vjet. Pas 7 vjetësh ka një ndryshim. Nuk është më i përqendruar te vetja dhe lëviz drejt të tjerëve duke bërë shumë pyetje. Ai i lodh prindërit, bëhet një mendim i vërtet sepse bëhet gjithnjë më shumë filozof, studius skeptik që dëshiron të depërtojë në përgjërat. Shkatërron një lodër sepse dëshiron të shohë se si funksionon. Vret një frutur për të parë se si është bërë brenda. Interesi i drejtohet të tjerëve, por vetëm atyre të njëjtit seks. Psikologët e quajnë këtë fazë faza e dytë 7-vjeçare homoseksuale. Cikli i tretë, 14 deri 21 vjet. Pas 14 vjetësh hapet një derë e re, interesi për seksin e kundërt. Kjo është periudha e heteroseksualitetit. Seksualiteti është i pjekur, djali ose vajza fillon të mendoj për seksin dhe ëndrat e veta dominohen nga fantazitë seksuale dhe fillon të hyjë në botën e vardisjes. Cikli i katërt, 21 deri 28 vjet. Duke filluar nga viti 21, nëse çdo gjë ka evoluar në mënyrë normale, djali ose vajza fillon të jetë interesuar për qëllime më ambicioze dhe pak më pak për dashurinë. Dëshiron mallra materiale, sukses, shpreh ambicie si të konkurroj dhe të luftoj për karrierë. E gjithë qenia vetë tërhiqet nga fuqia, nga prestigji dhe nga mënyra se si t'i arri ato. Cikli i pestë, 28 deri 35 vjet. Rreth të 28-ave ne kuptojmë se nuk mund të marrim gjithçka që duam. Ne kuptojmë se shumë nga dëshirat tona janë të pamundura dhe fillojmë të përqendrohemi në mundësinë e hapjes së një tjetër dere. Ne përqendrohemi në rehatinë dhe sigurinë, më shumë se në aventura dhe ambicie. Në moshën 28 vjeç përfundon jeta e shkujdesur. Tani është koha në të cilën përshtatemi. Dikush mendon për hapjen e një llogarie bankare, blerjen e një shtëpie, marrjen e sigurimeve dhe sistemimin. Cikli i 6, 35 deri në 42 vjet. Në moshën 35 vjeç, energjia e jetës arrin pikën omega. Gjysma e rrethit të jetës është e plotë. Prej këtij momenti fillon rënja energjike. Ne tani jemi të interesuar jo vetëm për sigurinë dhe komoditetin, por gjithashtu bëhemi konformist. Ajo që mund të destabilizoj ose të shkatërroj jetën tonë bëhet tabu. Që tani tutje bëhemi pjesë e botës konvencionale. Ne fillojmë të besojmë në tradita, në të kaluarën, në fenë. Tani rregullat nuk na trembin më.
Rendi dhe disiplina bëhen pjesë e botës sonë. Cikli i 7, 42 deri në 49 vjet. Duke filluar nga mosha 42 vjeçë, fillojnë çrregullimet fizike dhe mendore. Rënja fillon. Kjo është epoka më rrezikshme. Flokët bëhen gri, fillojnë të bien, lëkura lëshon nën forcën e gravitetit. Në moshën 42 vjeçare do të fillojmë të kushtohemi seriozisht fesë. Ndjejmë nevojën për të besuar në diçka supreme dhe për të medituar. Cikli i 8, 49 deri në 56 vjet. Në moshën 49 vjeçë fillon rënia seksuale dhe të gjitha fajet që burojnë prej saj. Shoqëria vë shumë presion pasi kërkon një rol aktiv seksual dhe një njeri fillon të ndjehet fajtor ose fajson partnerin, sepse nuk ka të gjitha marrëdhëniet që shoqëria thot se duhet të ketë. Cikli i 9, 56 deri 63 vjet. Në moshën 56 vjeç fillojmë të humbim interesin për të tjerët, për formalitetet dhe për shoqërinë. Fillon procesi gradual drejt sanjasinit ose kërkimi për të vërtetën. Gjitja drejt e përqendrimit tek vetja fillon duke arritur kulmin në moshën 63 vjeç. Tani jemi përsëri si fëmijë. Ne mendojmë vetëm për veten tonë, ne hymë në jetën e brendshme ashtu si në fëmijëri, por tashmë të pasuruar me njohuri, pjekuri dhe aftësi për të kuptuar. Është edhe momenti për ku përgatitemi të vdesim së brendshmi, që të mos presim të vdesim, por të jemi të gatshëm të vdesim me qetësi dhe seriozitet, duke ditur se kemi ardhur në botë për të mësuar nga të tjerët dhe nga vetja jonë. Cikli i 10 dhe i fundit. Në moshën 70 vjeç duhet të jemi të përgatitur. Nëse jeta ka ndjekur një model natyral para vdekjes vetëm 9 muaj më herët, do të bëhemi të vetëdijshëm se vdekja po vjen. Ashtu si fetusi kërkoi 9 muaj për të parë dritën, kështu edhe ju do të bëheni 9 muaj më herët të vetëdijshëm për vdekjen. Tani ajo kthehet në mitër tek ajo brenda jush. Indianët e quajnë atë garbha dhe kjo është padyshim simbolike. Ky proces natyror është cikli i jetës. Lexoj Hysni Baliu.